E ardhmja e ansamblit muzikor në Tetov vazhdon të jetë në pikpyetje, statusin e këtij institucioni të krijuar para disa vitesh e ka vënë në rrezik. Draft strategjia 2026-2030 e miratuar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Strategjia në fjalë parasheh fuzionimin e këtij institucioni dhe futjen e tij në umbrellën e Pallatit të Kulturës në Tetov. Drejtori i ansamblit Blerim Qamili për televizionin Shenja deklaroi se bllokadat ndaj këtij institucioni kanë filluar tashmë disa vite, duke i pamundësuar punësimin e kuadrit të nevojshëm. Për më tepër, Qamili deklaroi se për vite me radhë Ministria nuk i është përgjigjur ansamblit kur ata janë interesuar për punësimet që u takojnë. Qamili njoftoi se aktualisht ata janë duke funksionuar si organizat dhe janë duke aplikuar në për projekte të ndryshme. Viti kaluar shkoi ashtu si shkoi. Ne brenda kohës kemi përgatitur kërkesën edhe për vitin 2026. Ad hoc në ditë për diell u publikua plani strategjik 2026-2030, ku si i tillë ishte shumë i paqartë në drejt ansamblit muzikor në Tetov dhe ne absolutisht bëm një reagim. Drafti është ai që është. Në një bisedë telefonike me Ministrin e Kulturës, ai u shpreh se këto institucione do të fuzionohen dhe do të funksionojnë 3 në 1, gjëgjësisht ansambli të kalojë nën Pallatin e Kulturës, në çfarë lloj ingerencash dhe si ajo është komplet e paqartë. Qamili njoftoi se ansambli kundërshton draft strategjinë e përgatitur nga Ministria dhe thotë se praktika e fuzionimit nuk është praktike sheteve evropiane. Tani ai shpreh edhe një shqetësim tjetër se ndoshta në të ardhmen këto institucione detyrimisht do duhet të kalojnë nën komunë, po mendoj unë se në rast se kemi një lloj decentralizimi siç janë decentralizimet në vendet evropiane, kjo nuk do të paraqiste asnjë problem për një komunë siç është Tetova, e cila absolutisht të gjitha institucionet kanë 2 buxhete, kanë buxhetin rajonal dhe buxhetin qendror. Qamili thotë se qeveria ka anuluar konkursin për punësim të 24 punonjësve të hapur në vitin 2024, pikërisht para zgjedhjeve, dhe si pasojë e kësaj ky institucion edhe sot e kësaj dite ka mbetur pa trupën e nevojshme artistike, ndërka që aktivitetet vjetore deri më tani i kanë realizuar përmes angazhimit të artistëve me kontratë në vepër.